Në botën e menaxhimit, jemi të fiksuar pas marrjes së vendimit të duhur. Por, ç'të themi nëse mënyra, pra si arrim të një vendim, është në fakt më e rëndësishme se vetë vendimi. Pikërisht këtu hyn në lojë një ide tepër e fuqishme, drejtësia procedurale. Dhe kjo ide, besojeni ose jo, nuk është as pak e re. Dëgjoni pak këtë thënie nga studiuesit Tiski dhe Ulrich. Sfida e vërtet nuk është të kesh idenë e mirë, por ta bësh atë realitet. Ky problem i zbatimit është po aq i vjetër sa vetë leadershipi. E po, kjo na sjell natyrshëm të pyetja. Pse kaq shumë strategji të shkëlqyera në letër dështojnë në momentin që përpiqemi t'i vëmë në jetë? Siç do ta shohim, përgjigjja ka të bëjë më pak me çfarë vendosim dhe shumë më tepër me si e marrim atë vendim. Mirë, atëherë, ja cila është agjenda jonë. Do të fillojmë me sfidën e zbatimit. Do të ripërcaktojmë se çfarë do të thotë vërtet konsensusi dhe do ta mbyllim me disa hapa praktik për çdo lider. Gati? Le t'i futemi punës. Pra, pika e parë, sfida e zbatimit. Të gjithë e dim, mund të kesh idenë më geniale në botë, por suksesi i saj varet tërësisht nga zbatimi. Dhe pikërisht këtu gjërat shpesh shkojnë keq, sepse një proces i dobët vendimarrje mund ta shkatërrojë edhe zgjedhjen më të mirë. Dhe këtu çdo lider përballet me një paradoks të vërtetë. Për të marrë vendimin më të mirë, duhet debat, duhen këndvështrime të ndryshme. Por pikërisht ky debat rrezikon të krijojë fërkime dhe të shkatërrojë angazhimin e nevojshëm për ta zbatuar vendimin. Një situatë e vështirë. Atëre, si dilet nga ky paradoks? E po, Chelsea është konsensusi, por jo ai konsensusi që mendohet zakonisht. Duhet ta ripërcaktojmë këtë koncept, sepse kuptimi i tij vërtet shpesh na shpëton nga duart. Tani, shikojeni pak këtë. Kjo është thelbësore. Në njërin anë kemi idenë e zakonshme për konsensusin, pajtim total, të gjithë me gishtin lart. Por konsensusi i vërtet, ai që funksionon, ai që sjell rezultate, është krejt diçka tjetër, angazhim dhe kuptimi i përbashkët. Le t'i zbërthejmë pak këto. Shtylla e parë, angazhimi i përbashkët. Çfarë do të thotë kjo në praktik? Do të thotë që ekipi bie dakord të punojë së bashku për suksesin e vendimit, edhe nëse dikush personalisht nuk është 100% dakord. Këtu bashkëpunimi fiton mbi pëlqimin individual. Dhe pastaj vjen shtylla e dytë, kuptimi i përbashkët. Kjo është po aq e rëndësishme. Ekipi duhet ta ketë të qartë pse në pas vendimit, pse kjo rrugë dhe jo një tjetër, cilat janë hapat, cili është roli im. Pak të qartësi, angazhimi është thjesht bindje e verbër, jo bashkëpunimi ndërgjegjshëm. Por pse është procesi kaq i rëndësishëm? Mënyra më e mirë për ta kuptuar është me një shembull konkret, një histori që tregon saktësisht se çfarë ndodh kur ai anashkalohet. Ja historia e Mark Hager. Detyra e tij ishte e qartë. Në fund të ditës, ai mori një vendim që teknikisht ishte i mirë, shumë i mirë madje. Shumica e kolegëve ishin dakord me zgjedhjen e partnerit. Atëherë ku ishte problemi? Problemi ishte te mënyra se si ai arriti atje. Procesi i tij i fshehtë dhe incituar e hodhi në erë të gjithë punën. Dhe dëgjoni pak si e përshkroi një koleg i tij. Fjalët janë të forta. Procesi ishte i fshehtë, ishte një fakt i kryer. Pra, ekipi u ndje totalisht i anashkaluar, i përjashtuar, dhe kjo ndjenje vetme shkatërroi çdo mundësi për angazhim të vërtet. Dhe ja ku është mësimi kryesor nga historia e Mark Hager, mund të kesh rezultatin më perfekt në botë, por nëse ekipi e percepton procesin si të padrejtë, thjesht nuk do ta mbështesë. Pik. Mirë, në rregull. Nëse procesi është kaq vendimtar, atëherë si duket një proces i drejtë në praktik? Këtu hym tek arti i procesit të drejtë dhe përfitimet e tij psikologjike, që janë vërtet befasuese. Kjo është vërtet fascinante. Shihni pak këtë studim. Ata e quajnë efektin jastëku i mbështetjes. Në një proces të padrejtë, pala humbse ishte e shkatruar, super e pakënaqur. Por shikoni çfarë ndodh kur procesi ishte i drejtë. Edhe pse humbën, niveli i kënaqësisë së tyre ishte çuditërisht i lartë. Pra, një proces i drejtë zbut goditjen e një rezultati negativ. Por, duhet pasur kujdes, sepse ka një kurth të madh që duhet shmangur me çdo kusht kur përpiqemi të krijojmë një proces të drejtë, dhe ai njihet si sharada e konsultimit. Të gjithë e njohim këtë situatë, kur një lider e ka marrë tashmë vendimin në kokën e tij, por bën sikur kërkon mendime thjesht për të krijuar një iluzion drejtësie. Problemi, njerëzit nuk janë naiv, e nuhasin këtë gjë nga 1 kilometër larg, dhe kur e kuptojnë, besimi dhe angazhimi avllojnë në çast. Kjo ide e një procesi sa për sy e faqe na çon te një temë edhe më e gjerë, legitimiteti.
dhe rreziku i madh kur përpiqesh ta asajosësh atë në mënyrë artificiale. Rasti Daimler Chrysler është një shembull perfekt për këtë. Drejtori i kishte zgjidhjen e tij të preferuar, por paraqiti alternativa të tjera, thjesht sa për të dhënë idenë e një analize të thellë. Ekipi e kuptoi menjëherë manipulimin. Dhe rezultati? Kjo jo vetëm që shkatroi legjitimitetin e procesit, por shkaktoi probleme masive më vonë gjatë bashkimit. Mirë, mjaft folëm për probleme dhe kurthe. Le të kalojmë te zgjidhjet praktike. Si mundet një lider ta vërë në veprim një proces të drejtë në mënyrë autentike dhe efektive? Tani, e di se çfarë po qarkullon si mendim, e gjithë kjo tingëllon bukur në teori, por në mes të një krize kur presioni është në maksimum, kush ka kohë për gjithë këtë proces? Është një pyetje absolutisht e drejtë. E po, përgjigjja vjen nga një prej krizave më të famshme në histori, Apollo 13. Nën presion ekstrem, jetë e avdekjeje, drejtori i fluturimit, Gene Kranz, nuk bërtiti thjesht një urdhër. Përkundrazi, ai nisi një proces të shpejtë por thellësisht gjithëpërfshirës, ku çdo zë u dëgjua për të gjetur zgjidhjen që shpëtoi jetë. Dhe ja çfarë tha vetë Gene Kranz më pas? Kjo është thelbësore. Ai tha, ne kursyem kohë. Pra, ideja që procesi i drejtë është i ngadalt është një mit. Kur bëhet siç duhet, ai është jashtëzakonisht efikas. Pra, si mund ta bëjmë këtë në praktik? Këtu janë 5 hapa shumë konkret. Së pari, jepni një hartë të qartë të procesit. Së dyti, tregoni vërtet të hapur ndaj ideve të reja. Së treti, dëgjoni aktivisht, jo sa për të kaluar radhën. Së katërti, shpjegoni gjithmonë arsyen pas vendimit përfundimtar. Dhe së fundi, diçka e thjesht por e fuqishme. Falenderoni ekipin për kontributin. Në fundit, e gjithë kjo ide përmbledhet bukur në këtë thënie të thjeshtë por kaq të thellë. Procesi i drejtë nuk do të thotë tu shmangesh vendimeve të vështira. Përkundrazi, do të thotë ti respektosh njerëzit aq sa ti dëgjosh me të vërtetë përpara se të vendosësh, sepse në fundit, mënyra se si arrin diku përcakton nëse të tjerat do të ndjekin atë rrugtim.